Ma è quello che voglio portare, quello che voglio trasmettere questo, sì. A me piace vedere una squadra aggressiva. Mua më pëlqen të kemi skuadra aggressive. Mi piace vedere una squadra che prova a fare la partita fino a prova contraria, che devono essere gli altri a dimostrare di essere più forti di noi. Duhet të demonstrojmë që jemi në të fortë në fushë. Quindi il mio DNA è questo, il mio DNA è quello di trasmettere questo e di riuscire a essere gli artefici delle proprie partite. Alban Hasani, Radio Televizionin Shqiptar. Mister, për herë të parë do drejtoni një ekip përfaqësues. Keni drejtuar shumë skuadra në futbollin italian. Cili është dallimi mes një ekipi përfaqësues dhe nivel klubesh? Allora, me lo sono chiesto tante volte, perché essendo la prima volta. Però la cosa che non vi nascondo, mi era già capitato la possibilità di allenare delle nazionali. Në momentin që kam marrë përsipër mundësinë për të drejtuar një kombëtare, di dire sì, di scegliere l'Albania è perché questa nazionale è come, secondo me, è come allenare un club. Është të trajnosh një klub, sepse ka një per me questo fa la differenza. Ndjenja e përkatësisë është e njëjta si një klub. Rikthehemi tek shkolla italiane e trajnerëve. Nuk e di, kjo është një lloj preferencesh, një lloj besueshmërie, dhe nga ana tjetër ndoshta Silvinho apo Edirea apo dhe Panucci përpara ishin trajnerë të cilët paktën kishin një lloj emri ndërkombëtar të një niveli ndoshta disi më të njohur. Besojmë se ndoshta trajner si edhe De Biasi që nuk ishte aq i njohur mund ta çojë kaq lart. Tani nuk është thjesht besimi, pa dyshim që shkolla italiane e futbollit është një shkollë e mirë, do të thënë trajnerët italianë kanë bërë sukses jo vetëm brenda Italisë, por edhe jashtë Italisë, kështu që besimi në atë shkollë futbolli është pothuajse në nivelet maksimale, por fakti që ne kemi vendosur të kemi trajner zotin Maran është dhe arsye sepse ne kemi disa futbollistë ose pjesën më të mirë të futbollistëve sot dhe të atyre të perspektivës që luajnë në kampionatet italiane dhe është edhe më afër, le të themi, edhe nga pikpamja sportive dhe kulturore duke qenë kështu që ka qenë dhe kjo një nga arsyet pse ne kemi vendosur që të jetë pikërisht ky profil dhe nga ky vend. Pastaj për sa i përket nivel njerëzit nuk janë të krahasueshëm ky më i mirë ose më i keq, eksperienca pa dyshim nga këto emrat që përmendë ti mbase më shumë eksperiencë ka pas vetëm Edirea dhe pas Edireas eksperiencë me skuadra dhe të nivelit të lartë ka trajnerë që ne po themi sot. Por në suksesin futboll nuk varet vetëm nga eksperienca, varet dhe nga ekipi, varet dhe nga ambienti, varet nga përkushtimi i cili jam shumë i bindur dhe i sigur, duke parë dëshirën dhe themi qasjen e trajnerit kur e ka pranuar këtë, përgjegjësinë me cilën e ka pranuar këtë detyrë, jam shumë i sigur që do të ketë përkushtim maksimal. Jam shumë i sigur që do të gjejë një ambient fantastik administrativ, mediatik dhe të tifozërisë shqiptare. Gjitha këto do ndikojnë që ta mbështesin punën e tij për të arritur suksese edhe më shumë. Altin Sulça, dy CNN, për trajnerin. Sa e njihni ekipin ton kombëtar dhe a ju kanë folur trajnerët e mëparshëm si Edirea, De Biasi për kombëtarën? Dhe sa sugjerim s'ke pas se t'jeni këtu në këtë moment? Ma la conosco bene, nel senso che comunque tanti giocatori... Në sensin sepse edhe shumë lojtarë i njoh, sepse ne shikojmë futbollin, i kam parë shumë ndeshje të Shqipërisë. Un po' di più adesso che me le sono riviste che madje i kam dhe riparë disa prej tyre. C'era la possibilità appunto di arrivare a allenare la nazionale. Ho parlato con Gianni De Biasi. Kam folur me Gianni De Biasi. Perché avere
essere un grande amico. Se përveç se është një mik I mirë. È un allenatore che stimo molto. Është një trajner që unë e vlerësoj shumë. So cosa ha fatto lui. E di çfarë ka bërë ai. E sicuramente mi ha dato mi ha fatto delle considerazioni. Dhe sigurisht më ka dhënë disa konsideracione, disa konsiderata të cilat mundohem ti përfaqësoj. Për ministër do ta prifti ABC News. Ministër ju thatë që e keni parë pak më shumë kombëtarën e Shqipërisë këto ditët e fundit. A mendoni që ka një bazë të mirë solide për të arritur ato objektiva që presidenti tha më parë? Faleminderit. Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano I presupposti per arrivare agli Mendoj që janë mundësitë, kushtet për të arritur në objektiv. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë thjesht, por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për t'ia dalë. Alla volta con il lavoro, con il senso con l'attaccamento che avete voi. E sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre nazioni. Ma ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër. Possono essere più competitive. Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese. L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista. Duhet të arrijmë të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv. President, ju keni zgjedhur shumë trajnerë gjatë viteve që keni qenë në krye të detyrës dhe ku mund ta fusni Silvinjon nëse do bënë një top 5 le të themi dhe ai vendosni një notë Silvinjos për edicionin e tij? Absolutisht nuk kam ndryshuar asgjë nga ato që kam thënë më parë për Silvion dhe për stafin e tij, për përkushtimin, për seriozitetin me cilin ka punuar gjatë kësaj periudhe në drejtim të ekipit kombëtar shqiptar. Asnjëri nuk është perfekt, kështu që edhe Silvino nuk e fuske perfektet, sikurse thash asnjëri nuk do ta fusë aty, por vlerësime pozitive afër maksimalesh për gjithçka që ka bërë dhe për rezultatet e arritura. Në fundit në drejtimin e Silvios, Shqipëria për herë të parë në 2 kualifikuese u rendit një herë në vendin e parë në grup dhe një herë në vendin e dytë në grup, pavarësisht se në play-off nuk arritëm të shkonim më tej. Pyetje për trajnerin, përshëndetje mister dhe ju urojmë suksese për detyrën dhe punën që do keni në vazhdim. Duke marrë shkas nga ajo që po ndodh te kombëtari italian e futbollit, pra që është zgjedhur Baldini vetëm për ndeshjet miqësore të qershorit dhe më pas do zgjedhë një trajner tjetër, Baldini ka hedhur idenë që të marrë shumë lojtar nga under 21, duke qenë se titullarët ose të kombëtarës A janë lojtarë që janë fund sezonit dhe ndoshta nuk duan të luajnë. Keni të mendim të provoni lojtar nga U21 i Shqipërisë dhe të rinë, ndoshta edhe nga kampionati shqiptar, duke qenë se vitet e fundit trajnerët që vinin te Shqipëria nuk I kishin me sy të mirë futbollin vendas për të marrë lojtar. Faleminderit. Ma guarda, sicuramente tutto verrà considerato, anche I giocatori dell'Under 21. Sigurisht çdo gjë është e konsideruar edhe lojtarët e kombëtarës U21. Rispetto all'Italia c'è una storia diversa. Sa i përket Italisë është histori ndryshe. È un allenatore che farà quelle 2 partite e poi trajneri I Italisë është një trajner I cili do të bëjë ato 2 miqësore dhe më pas nuk do të jetë. Per costruire un percorso diverso. Zgjedhje le të themi që bëhen për shkak të një rrugtimi ndryshe. Per noi inizierà un percorso nesër do të nisë një rrugtim përgatitje për arritur drejt arritjes së objektivave. Sicuramente tenendo presente, sigurisht duke pasur parasysh të qendurit të kujdesshëm e të vëmendshëm për çdo lojtar, edhe sigurisht pjesët për tyre dhe ata të kombëtarës U21. Edhe tuva në radhë parë, minister mirë se erdhe dhe isha në qonë sa më përpara. Por, fakti që jemi mësuar kur themi trajner italian, perceptojmë një trajner mbrojtës, ishim mësuar me trajner brazilian përpara, që na konsideronte një lojë sulmuese. Nuk e di, mund ta tregoni diçka më tepër rreth filozofisë tuaj se si e mendoni futbollin të aplikuar në Shqipëri te kjo kombëtar që kemi. Paktën një mendim të parë. Ma
forse questo retaggio che c'è sull'allenatore italiano è un po'... Ky perceptim që është për trajnerët italian është qëndron në fakt, por... No, io credo che invece quello che dicevo prima è proprio il senso di quello che volevo dire, che bisogna essere bravi a avere una solidità tale per poter fare la partita. Questo significa che l'essere artefice delle partite, l'essere il volere comunque essere più bravi degli altri. Për të qenë më të zgjuar se kundërshtarët, dhe kjo nuk lidhet vetëm me faktin e të mbrojturit mirë, por të mbrojturit mirë ndihmon sigurisht edhe në bërjen e ndeshjes. Por mendoj që duhet të ketë një ekuilibër të këtyre gjërave. C'è la possibilità di provare di vedere, di valutare anche in base ai giocatori che avrò a disposizione. Duhet sigurisht të vlerësojmë edhe bazën e lojtarëve që kemi në dispozicion. Io mi sento di dire che quello che vorrei portare è un calcio propositivo, una squadra che cercherà di fare la partita, një skuadër që mundet të arrijë të mbyllë ndeshjen. Do jenë momente që duhet të mbrojemi patjetër. E bisognerà farlo da squadra. Duhet ta bëjmë si skuadër. È la medicina per fare risultati. Kjo është ilaçi le temi për të arritur rezultate. Nuk mund të jetë vetëm njëra gjë ose tjetra. Për të arritur rezultate të mëdhenj duhet që këto gjëra të shkojnë hap pas hapi. Përshëndetje, se pari urime, të mbar me kombëtarën shqiptare. Viva Lupo, grazie. Pyetja që unë kisha është se trajnerët paraardhës kishin për qëllim të paktën ta kualifikonin Shqipërinë në Europian dhe ëndër mbetet botrori. A mendon se do të qëndrosh me Shqipërinë për shumë vite dhe do ta dërgosh deri në botror? Questo è il mio sogno. È il sogno vostro, ma è il sogno anche mio. In questo momento. Kjo është ëndra juaj, por dhe imja, në fakt. Il mio sogno è il vostro sogno. Momentalisht ëndra im është ëndra juaj. Të arrit të sjell ato rezultate që të gjithë dëshirojmë. Nëse jam këtu, kam bindjen që me përkushtimin, profesionalizmin, me një grup të bashkuar për të arritur këtë rezultat dhe sigurisht dhe me pak fat, kjo gjë mund të arrihet. President, spari do doja ndalesha tek një çështje që lidhet me momentin që keni marrë një vendimarrje të tillë për t'i dhënë timonin Maran. Keni pasur alternativa të tjera në tavolinë dhe më së shumti do donim zbulonim edhe disa detaje që lidhen me kontratën, të tipit asistentët, kushtet në lidhje me vazhdimsinë, përpara kemi një fushatë si Nation League. Pra, cili është objektivi konkret që ju keni vënë trajnerit Maran sa i takon kontratës? Faleminderit. Padyshim që kjo nuk është një zgjedhje emocionale, nuk është as një zgjedhje e çastit, për një zgjedhje e menduar dhe e konsultuar me gjithë stafin teknik të Federatës Shqiptare të Futbollit, siç e thash, duke pas parasysh gjendjen, ekipin, atë që ka nevojë ekipi sot. Kemi kontaktuar, kemi biseduar me disa kandidatura, padyshim që kanë pas alternativa, të cilët nuk besoj se është etike që t'i bëj publike tani, edhe Mr. Maran është ndjeni që ne kemi pas disa alternativa, edhe të tjerët kanë qenë ndjeni, dhe kemi bërë këtë zgjedhje duke menduar që kjo është zgjedhja më e mirë. Kontrata nuk është e vështirë, është e thjeshtë, realisht firmën biletër e kemi hedhë vetëm gjysore më parë. Misteri tha unë po firmos dhe nuk kam lexuar asgjë, inshallah s'to kem probleme. Por me këta objektiva që unë i thash, për të qenë vend parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028, derisa them dhe për të marrë pjesë në Euro 2028, pra kontrata është deri në këtë kohë. Edhe një të lutem për trajnerin, një pyetje shumë të shkurtër që lidhet pikërisht me atë që përmendi pak më herët presidenti i Federatës, që një nga arsyet pse kishte bërë një zgjedhje të tillë ishte fakti që Maran vjen nga futbolli italian, aty ku ne kemi një bazë lojtarësh, qoftë tek ekipi aktual, por ndoshta edhe lojtarë të perspektivës. Nuk e di nëse ka pasur mundësi trajneri i ri përfaqësues son të hedhë një
sy, po themi, të shpejt edhe bazës lojtarëve tanë të cilët luajnë në Itali dhe sa i një ata, në mënyrë të përcip ndoshta po. No, quelli che giocano in Italia li conosco tutti, cioè, ata që luajnë në Itali njoh të gran gjithë. parte di loro li ho affrontati da avversario, per Një cui pjesë prej tyre janë përballur me ta si kundërshtar. Janë lojtarë që unë njoh ma mirë. ripeto, a 360 gradi sono una nazionale che conosco bene. E përsëris është një kombëtar që unë njoh mirë. Di vedere le partite, studiarle come le stiamo studiando adesso. Sigurisht, duke i parë ndeshje, duke studiuar. Ndryshe është patjetër kur fillon të trajnosh, të bësh stërvitje edhe të krijosh raport edhe personal dhe kompletohet e gjithë njohja. Rëzal Gjika, koha jonë. Mister, së parë ju uroj suksese dhe së dyti dohet ju pyesja, do jetoni në Shqipëri si Silvinjo apo është ende një vendim që nuk e keni marrë? No. Do jetoni në Shqipëri si Silvinjo? Sicuramente mi trasferirò qua. Questo è la prima cosa della quale abbiamo parlato con il Presidente. Gjëja e parë për cilën kemi folur me Presidentin, sepse mendoj se nëse dua të stërvis mirë këtë skuadër, essere parte integrante, nëse dua të jem pjesë integrale, ho la necessità di vivere qua kam e la voglia di vivere qua. Këtu dhe kam dëshirë për të jetuar. Sicuramente mi porterà a fare meglio il mio lavoro. Sigurisht që kjo do të më ndihmoj ta bëj më mirë punën time. Të jem afër me realitetin tim që është realiteti juaj. Përshëndetje, mister. Dea Kozma, 2 CNN. Thatë pak më parë që e njihni skuadrën tonë, njihni lojtarët, por me aq sa ju keni parë, cila mendoni që është pika më e fortë e skuadrës tonë? Allora, adesso lasciarmi andare a giudizi non è che prima di një vlerësim të tillë përpara se unë ti stërvis. Mendoj që është një skuadër që ka lojtar me karakteristika shumë të mira. Por lojtarët duhet të jenë funksional me sistemin e lojës, të qenurit bashk. Sigurisht një skuadër ndërtohet jo vetëm nga lojtarët cilësor, por dhe lojtarët të cilët sakrifikojnë për njëri tjetrin. Nuk jap dot një vlerësim, një gjykim për një repart të caktuar. Për momentin nuk mendoj që do ishte një gabim. Por ka disa veçanëri të skuadrës me të cilët mund të punojmë dhe mua më stimulojnë dhe kam dëshirë që t'i shoh, t'i stërvis dhe jam i bindur që ky mozaik mund të vi shumë mirë, mund të formsohet shumë mirë. Mister, Presidenti Duka tha pak më parë se objektivi primar është vendi i parë në Ligën e Kombeve. Për ju si trajner, është më e rëndësishme të merrni vendin e parë në Ligën e Kombeve apo të përgatisni kualifikuesit e Europianit të ardhshëm? Faleminderit. Io credo che vincere aiuta a vincere e credo che questo sia la medicina o comunque la strada per poter arrivare pronti. Për të arritur gati, fare bene prima o vedere për të bërë mirë fillimisht dhe më pas për të bërë mirë më pas. Në fund. Përshëndetje, Krisi Seatari Klan News. Më falni për zërin, President, po të shojmë pak anën tjetër. A ndikoj aspekti financiar në zgjedhjen e trajnerit të ri dhe mund të jetë kjo një zgjedhje ekonomike e zgjuar e cila mund të rezultojë suksesshme? Kriteri primar është si mund të shërbejmë më mirë ekipit kombëtar, por pa dyshim që do të ruhen dhe balancat ekonomike me ato sportive, me kushte dhe tjerë. Jam shumë i bindur që edhe nëse do kishim shumë lek, nuk do bënim zgjedhje më të mirë. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, s'ka më pyetje tjera. Ju falenderit shumë për praninë dhe ministrin do të ritakohemi sërish pas disa ditësh, duke qenë se fillon grumullimi kombëtar. Faleminderit. Faleminderit. Ministri, buon lupo. Grazie a tutti. Va bene.